إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هداهم إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المسلمون الحاضرون يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Falenderimet janë për Allahun Gjelle Gjelalu, Zotin ton, falenderojmë prej Tij ndihmë, falje dhe mbështetje kërkojmë. Atë njeri të cilin e drejton Zoti, askush nuk mundet ta humbas. Ai njeri që humbet rrugën dhe vehten e tij, askush tjetër përveç Zotit nuk mundet ta drejtojë. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahu Gjelle Shanuhu, një dhe i pashoq. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin gjithmonë me të. Është robi i Zotit dhe është i dërguari i Tij i fundit. Të nderuar besimtar dhe besimtare, vëllezër dhe motra, Zoti ynë Allahu Gjelle Shanuhu thot në Kur'anin famlart, ata të cilët kanë besuar dhe kanë vepruar punë të mira, për ta do të ketë mirësi të mëdha në këtë botë, në botën tjetër, dhe fundi i tyre do të jetë fundi i hijshëm, fundi i bukur. Vëllezër dhe motra i nderuar xhamat, lut Allahu Gjelle Shanu në këtë ditë të madhe që është ditë e Xuma, në këtë vend që është më i pastri i vendeve tokës, bahçja e xhenetit dunjas, në shtëpinë e Allahu Gjelle Shanuhu, përpara atyre njerëzve që kanë ardhur për të kërkuar vetëm kënaqësinë e Zotit dhe asnjë interes tjetër të kësaj bote. E luj Zotin për secilin prej nesh ta pranoj Zoti Xuman ton. Ti pranoj Zoti në jetët tona, abdeset, gusulin ton, ti pranoj hapat që kemi hedhur derisa kemi ardhur në këtë shtëpi Zotit. O Zot, bëje këtë Xuma falje për gjunahet tona. Bëja ato drejtim dhe nur për zemrat tona, forcim për këmbët tona, lehtësim për telashet dhe sikletet tona, bëja ato dëshmitar të mirë për ne në këtë botë edhe në botën tjetër. Allahumma amin. I nderuar xhamat, Islami është një fe e cila i flet zemrës dhe e zgjon atë. Është një fe që i flet mendjes dhe e zgjeron atë, por është një fe që i flet jetës edhe e zhvillon atë. Ndërsa imani, besimi në Zot është një ndjenjë fuqishme, e cila përjetohet me zemër, shqiptohet me gojë, por vërtetohet me punë edhe me vepra. Ndërsa ihsani, i cili përfshin Islamin dhe imanin së bashku, ajo është një grad aq e lartë për të cilën tha profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Është të bësh punë të mira, ta adhurosh Zotin sikur po e sheh atë me sy. Përderisa ti nuk e shikon dot atë, ti je i bindur se ai të shikon ty. Edhe Islami, edhe imani, edhe ihsani në bazën e tyre i kanë punët të mira. Një herë në Medine u bashkuan hebrejt, jahudit, të krishterët dhe muslimanët. U ulën dhe debatuan me njëri tjetrin. Thanë jahudit dhe të krishterët, ne jemi më të mirë tek Zoti, se profetët tanë kanë ardhur më përpara dhe librat tanë kanë zbritur më herët. Ndërsa muslimanët thanë, jo, ne jemi më të mirë tek Zoti, se profeti ynë është profeti i fundit, e libri ynë është libri i përmbyllës. Por Allahu Gjelle Shanu ju dha të tre kategorive një gjevab, një përgjigje në Kur'anin famlart, përgjigje e cila është mësim për të gjithë njerëzit sa të jetë jeta në këtë tokë. Tha Zoti i gjithësisë, lejse bi emanijikum wala emaniji ehlil kitab. Nuk është ajo punë me dëshirat tuaja, as me dëshirat e i tharëve të librit.
Ai njeri që bën një të keqe, ka për ta gjetur të keqen e tij dhe do ta shikojë se s'ka për të patur mik dhe shoqërues tek Allahu xhalleshanu. Ndërsa ai njeri që bën mirë, qoftë mashkull apo femër duke qenë besimtar, ata do të hyjnë në xhennetin e Zotit dhe atyre Zoti ju bëhet as pak padresi. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, vëllezër dhe motra, pse Zoti në Kur'anin famlar afërsisht në 70 vende e ka përmendur shprehjen elledhina amanu wa amilus salihati, ata që kanë besuar dhe që kanë bërë vepra të mira, që të na mësojë neve se besimi në Zot duhet ta shtyjë njeriu që të bëjë vepra të mira, dhe veprat e mira tregojnë që njeriu është besimtar tek Allahu xhalleshanu. Pse 4 nga 5 shtyllat e Islamit janë punë dhe vetëm njëra prej tyre është fjalë. Fjala e shahadetit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, është shtylla e parë e Islamit. Kjo thuhet me fjalë, shpresohet që njeriu ta thotë dhe me zemrën e tij. 4 shtylla të tjera të Islamit, falja e namazit, agjerimi i Ramazanit, dhënia e zakatit dhe kryerja e haxhit, të gjitha janë punë, por treguar që kjo fe nuk është fe e fjalëve, po kjo është fe e punëve. Pse të gjithë pejgamberët e Allahu xhalleshanu, nga i pari tek i fundit kanë qenë punëtor, kanë qenë profesionistë, kanë qenë zanatçi, ata nuk kanë qenë filozof, nuk kanë qenë thjesht njerëz që kanë folur bukur, por t'i treguar gjithë njerëzimit se ti je profet, ti je besimtar, do të thotë ta vërtetosh atë me punë, qofshin punë dynjaje apo punë ahireti. Pse sahabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pse nuk e lanë tregtin, pse nuk e lanë mbjelljen e tokës, pse nuk i lanë punët, por profeti ishte gjallë dhe ata edhe dëgjonin profetin, por edhe bënin tregtin e tyre, edhe i bënin punët e tyre. Pse nuk ju tha atyre profeti Muhammed alayhis salam, lini tregtin, lini punët, se riskun tuaj keni për ta ngrënë, hajdeni dhe rini me mua se s'do të jetoj gjithmonë në këtë jetë. Por i mësoi ata që fjalët që dëgjojnë prej tij ti zbatojnë në të gjitha aspektet të jetës, sepse shkurtimisht, vëllezër dhe motra, Islami ka 2 baza. E para është besimi pastër në Allahun xhalleshanuhu dhe e dyta është punë e mirë, qoftë punë dynjaje apo punë ahireti. Dhe muslimani ka 2 cilësi që janë bazat e cilësive të tij. Ai është besnik, është amanetqar, por është punëtor. Besnikrinë dhe amanetin e tij ai e tregon qoftë në punë dynjaje e qoftë në punë ahireti. I nderuar xhamat, të nderuar vëllezër dhe motra, sot është ditë e Xuma, e Xumaja është dita më e shenjtë tek Allahu xhalleshanuhu. Për ditën e Xuma Zoti ka zbritur 2 ajete. Në ajetin e parë thot kur thirret ezani ditës së Xuma, vraponi aty ku përmendet emri Allahu xhalleshanuhu, ndaloni punën, ndaloni shitblerjen, është më e hajrit për ju sikur ta dinit. Ndërsa ajeti i dytë thot, kur të kryhet namazi i Xumas, atëherë shpërndauni në tokën e Allahu xhalleshanu dhe kërkoni prej mirësive të tij, sepse qoftë dhe në ditën e Xuma ne nuk e fikim punën, e adhurojmë Zotin edhe në xhami, e adhurojmë Zotin edhe jashtë xhamie. Është e vërtetë që risku i njeriu është i përcaktuar, dhe risku në njeriu nuk e merr askush, sikur të mlidhe gjithë dynjaja bashk, nuk do të marrin asnjë gram nga risku i tjetrit. Risku i njeriu e ndjek njeriu këmbë këmbë, siç e ndjek edhe e xheli i tij, dhe nuk ka për të vdekur asnjë shpirt, tha profeti alayhis salam, pa marr pjesën e fundit të riskut të tij dhe pa jetuar momentin e fundit të jetës së tij. Por ky Zot që na ka caktuar riskun është i njëjti Zot i cili na urdhëron ta kërkojmë riskun, ta bëjmë sebepin, ta bëjmë punën, pastaj riskun e cakton Allahu xhalleshanu. Është Zoti ai që na shtroi tokën për ju, prandaj vraponi në cepet e dynjas, në cepet e tokës dhe hani prej riskut që ka përcaktuar për ju Allahu xhalleshanu. I nderuar xhamat, është e vërtetë që pasuria, puna, pasuria dhe paraja vinë me punë, kjo është e vërtetë, por mos kujtoni se njeriu duhet punoj vetëm për pasuri.
Njeriu do të punojë atëherë kur është i pasur, edhe atëherë kur nuk ja ka nevojën as ai dhe as brezi i shtati pasardhëve të tij. Duhet punojë se puna është ibadet. Na ka krijuar Zoti i gjithësisë të punojmë punë të mira, qofshin punë dynjaje apo punë ahireti. E profeti alayhis salam na tha, nuk ka ushqim më të shijshëm se sa ushqimi që han njeriu kur e ka fituar me djersën e ballit të tij dhe me punën e duarve të tij. Dhe profeti i Zotit Daudi alayhis salam hante me ato që kishte fituar me duart e tij. Ishte profet dhe ishte mbreti i Beni Israilve. E kishte gjithë arkën e shtetit, por bënte një punë, kishte një zanat. A dini zanatin e tij? Ishte hekur punues, ishte kovaç. Kjo ishte puna e Daudit alayhis salam dhe rrezikun e tij, ushqimin e tij, kishte dëshirë ta hante nga ajo që kishin fituar duart e tij. I nderuar xhamat, shkurtimisht për sa i përket çështjes së punës, muslimani nuk është asnjëri prej ekstremeve, por është në mes. Muslimani nuk është si ata njerëz që thotë, vallahi kishim dëshirë të falemi dhe të lutemi, por kemi shumë punë. Ne nuk e adhurojmë punën, nuk e shenjtrojmë punën. Nuk jemi nga ata që shenjtrojnë suksesin, edhe në emër të kësaj e lejnë adhurimin, e lejnë fen dhe besimin, dhe për fatkeq një pjesë e madhe e njerëzve e bëjnë diçka të tillë, mendojnë se do të shtojnë diçka nga rreziku i tyre. Përkundrazi do të humbin ahiretin e tyre dhe nuk do të hanë asnjë gram më tepër se sa rreziku i tyre. Por nuk jemi dhe ekstremi tjetër, nuk jemi nga ata që e lejnë punën, nga ata që e lejnë sebepin në emër të besimit, fesë dhe adhurimit. Peshorja jonë është të qartë dhe duaja jonë është të qartë. Peshorja jonë është ajeti kuranor në cilin Zoti na urdhron, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ju punoni, se punën tuaj ka për ta parë Allahu, ka për ta parë profeti dhe ka për ta parë besimtarët. Ndërsa duaja jonë nuk është si duaja atyre që i luten Zotit me përgjërim dhe thonë, o Zot, na jep vetëm të mira në këtë botë dhe harojnë botën tjetër, por ne themi Rabbena atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zot, na jep të mira në këtë botë, na jep të mira dhe në botën tjetër, na ruaj nga dënimi i zjarrit. Elus Allahun xhalla shanu për secilin prej nesh të na bëj Zoti prej besim drejtëve dhe prej punë mirëve, qofshin punë dynjaje e qofshin punë ahireti. Allahumma amin, amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, sot në botë në përgjithësi, por në vendin tonë veçanti, i dëgjoj njerëzit të gjithë kanë ankesa për punën dhe për punëtorët. Shikon jo pak njerëz që duan të bëhen të pasur, të jenë pasanik musish brenda natës, me halal dhe me haram as nuk duan t'ja dinë për diçka të tillë. Këta njerëz do të marrin vetëm rrezikun e tyre. Njeriu kur rrezikun e tij e fiton në halal, e shpërblen Allahu xhalla shanu sepse e fitoi në halal. Kur rrezikun e tij e merr në haram, e dënon Zoti sepse rrezikun e tij e mori në haram. Ka njerëz të tjerë që thonë, unë nuk kam nevojë të punoj, unë kam aq shumë para, aq shumë pasuni, sa mjafton mua dhe fëmijëve të mi dhe pasardhësve të mi. Ata mendojnë se puna është vetëm për pasuri, harrojnë ata që njeriu pa punë është si motori që nuk ndizet, harrojnë ata që Zoti njeriun e krijoi si mëkëmbës të tij në tokë, që ai të punojë, bëj punë të mira, punë dynjaje dhe punë ahireti. Por ka edhe një kategori tjetër e cila nuk është e pakt për fat keq. Janë ata që punojnë, po që punën e tyre e bëjnë shkele shkohë. Janë ata që e bëjnë izmetin, e bëjnë shërbimin, por nuk kanë frikë Zotin kur bëjnë punën e tyre dhe nuk kanë amanet ndaj njerëzve. Hakun e tyre e duan një, kurse në punën e tyre e bëjnë pa amanet tek Allahu xhalla shanu, e për fat keq njerëz të tillë ka jo pak në ditët e sotme. Ka ndodhur në jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam një histori e cila sot e kësaj dite na jep mësim secilit prej nesh që njeriu është amanetqar kur ta bëj punën e tij, qoftë punë dynjaje apo punë ahireti, qoftë duke fal namaz apo duke shërbyer diku tjetër, të jetë amanetqar në punën e tij, se Zoti ka qejf që kur besimtari ta bëj një punë, ta bëj ato në formën më të mirë.
i vdiq një prej fëmijëve pejgamberit alayhis salam dhe faktikisht shumica e fëmijëve i vdiqën teksa ishte gjallë, i varrosi me duart e tij përveç Fatimës. Teksa po varrosnin xhenazën e të gjithë kishin ulur kokat e tyre, zemrat ishin mbushur me mërzitje, sytë ishin me lot. Profeti alayhis salam pa që personi që po rregullonte varrin kishte lënë një pjesë të varrit pa e rregulluar, kishte lënë një vrim pa e mbushur. Vetëm atij i shkoi mendja dhe i tha atij personi, rregulloj edhe atë cep të varrit, mos e le bosh. Të pranishmit u çuditën u kthyen i tha në profeti i Zotit, a ke mend, a ke kohë të merresh me varrin në këto momente kaq të vështira? Ai buzëqeshi dhe tha, sepse ishte mësuesi i gjithë njerëzimit deri në ditën e Kiametit. Unë e di, tha, se ajo vrima që është e pambuluar nuk i bën as dëm dhe as dobi të vdekurit, por ajo e shqetëson syrin e djallit. Unë shqetësohem kur e shikoj atë punë vend bosh. Zoti ka qejf që kur dikush prej jush ta bëj një punë, le ta bëj atë në formën më të hishme, në formën më të bukur. Vëllezër dhe motra, kur ndaj të vdekurit, kur ndaj vorrit, kur ndaj vdekjes, duhet me pas amanet, e duhet me respektu një deri në fund, e të kesh frikë Allahun xhalleshanu po ndaj gjallit, po ndaj jetës. E lut Zotin e gjithësisë na bëj për atyre që e kanë besimin e drejtë në Zot, për atyre që i kanë fjalët e mira, që i kanë edhe zemrat e mira, por që i kanë edhe punët e mira, që për punët e tyre do të dëshmojë kjo botë dhe bota tjetër, të gjithë do të ikin prej kësaj dynjaje. Dy gjëra i ngelet njeriu, njërin e merr me vete, tjetrën e lën dynja. Ato që merr me vete janë sevapet e tij, janë adhurimet e tij, ato që lën njeriu në dynja janë gjurmët e tij. Janë punët e tij, do të dëshmojnë brezat. Zoti inshallah na bën për atyre që kanë marrë me vete punë të hajrit dhe kanë lënë dhe pas tyre punë të hajrit. Elus Allahun xhalleshanu na e tregoj rrugën e drejtë siç është ajo. Na jap forcë ta ndjekim atë rrugë, na e tregoj dhe rrugën e gabuar siç është ajo, na e forcë të largohemi asaj rruge. Elus Zotin e gjithësisë për çdo mirësi për cilën lutej profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për dynja e për ahiret, qoftë ajo e madhe apo e vogël. Elus Allahut na ruaj secili prej nesh, prej çdo ligësie, prej çdo sherrri, prej çdo telashi, për cilin lutej profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, qofshin ato telashe dynjaje apo telashe ahirete. Lut Zotin ta lartësoj Islamin, e t'i forcoj muslimanët në katër anët e kësaj bote, e të na bëjë ne sebeb për lartësimin e Islamit e për forcimin e muslimanëve. Allahumma amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين. Allahu na pranoft të gjitha inshallah. Wa aqimi s-salah.